me ullën që të formë, musliman, e ka ndalu Muhamedi alayhi salam. Njani për shokëve ti u kanë ullën në këtë formë, domethënë dorën e majtë kështu, e ka thonë Muhamedi alayhi salam, po ulesh qysh ullën ata të cilët ndaj vetes e kanë tërhiq hidhrimin, domethënë jahudit, sikur ata po ulesh, domethënë në këtë formë e ka ndalu Muhamedi alayhi salam me ull, për shkak se e para ju përngjan atyne, ju përngjan jahudive. Dyta që nashta ju kryjnë punë ditëve të sodit njerëzve, për shkak se s'pi u kryjnë punë me çka ka thënë Rasulullah alayhi salam. Nashta wallahu alem, ndodhet që puna e zemrës në këtë pozitë është shumë e vështirësuar, kështu s'pako thojnë mjekt, ama kjo për mua nuk është dinë musliman, unë po kallzoj dinën, unë këto piu kallzoj për m'jau ushqy pak atë moskënaqësinë e juve me Rasulin alayhi salam, po ja tha më shiqare, për shkak se për mua kjo nuk ka dinë, çka thot mjekësia. Për mua është dinë, ka thonë Muhamedi alayhi salam musolni kështu. Domethënë, kështu jo, po nëse e ban boks edhe ulesh, nuk ka të keqe. Po nëse dyjat i ban boks edhe ulesh, nuk ka të keqe. Nëse dyjat i vendos kështu, nuk ka të keqe. Ajo që nuk ban është me dorën e majt kështu. Kjo është ajo të cilën e ka ndalu Rasulullah alayhi salam. Kështu që përfona musliman në pasimin e Rasulit alayhi salam është hajri gjithmonë. Mos e diskutoni, mirë po kujdes për kësaj ulje, e vallahu alem sa të keqet vinë nëse ulesh në këtë formë. Në këtë formë nuk ban më ul as në xhami, as kudo që të jeni. Domethënë kjo është e përgjithshme.